Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Për kujtimi i 21 janarit riktheu edhe këtë vit thirrjen për zbardhjen e plotë të vrasjes së 4 protestuesve dhe vënien e autorëve përpara drejtësisë. Kryeministri Edi Rama kërkoi veprim pavonesa nga prokuroria e posaçme, ndërsa familjarët e viktimave e konsiderojnë spakun shpresën e fundit për drejtësi. Çdo 21 janar, bashkë me përkujtimin e 4 protestuesve të vrarë në bulevardin Dëshmorë të Kombit, rikthehen dhe kërkesat për drejtësi për një nga ngjarjet më të rënda të pas viteve 90. Një çështje që sipas kritikave ka mbetur e pazbardhur për më shumë se një dekadë, pavarësisht përgjegjësive të qarta politike dhe institucionale. Kryeministri Edi Rama theksoi se ndonse për vite me radhë janë tentuar të humben gjurmët, përgjegjësia është e dukshme për të gjithë dhe prokuroria e posaçme duhet të veprojë pas një vonesë. Futur nga populli në zyrën e kryeministrit për të udhëhequr Shqipërinë, kishte lëshuar kushtrimin e një përgjigje me plumb ballit ndaj protestës së opozitës bashkuar të kohës. Fatkeqësisht për vite me radhë, edhe vetë spaku bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet e pushtetit politik në Shqipëri, cilat spaku merret drejt për drejt. Po ndërkohë 21 janari ka një specifik, ndërkohë që gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve. Dhe kush kërkon nga ne pse nuk është bërë drejtësi për 21 janarin, të shikojë tek stacioni i trenit, jo tek kjo godinë. Nga ana tjetër, familjarët e viktimave kërkojnë fundin e përdorimit politik të kësaj ngjarje. Mark Nika, djathtai i të ndjerit Alex Nika, deklaroi se koha për politikanët, pushtetarët dhe ndërhyrjet e huaja ka përfunduar, ndërsa 21 janari nuk është më një debat politik, por një çështje penale që kërkon përgjegjësi ligjore dhe drejtësi të plotë. 21 janari për ne ishte ditë tragjike. Koha për politikanët, pushtetarët dhe diplomatët e huaj mbaroi. Çështja e 21 janarit nuk është më një debat politik, por një çështje penale që kërkon përgjegjësi ligjore dhe drejtësi të plotë. Sot shpresa jone vetme është vendosja e drejtësisë të ndëshkimit autorëve të vrasjes së 21 janarit nga SPAK. Shpresa fundit për të bërë drejtësi e ndëshkuar vrasjen është në duart e hetuesve dhe prokurorisë speciale që kanë dosjen në dorë. Kjo nuk është koha për lojra politike apo shmangje përgjegjësish. Është koha për sqarim të plot para opinionit publik dhe për veprime konkrete nga institucionet kompetente. Pas ceremonisë përkujtimore, Mark Nika ju drejtua prokurorisë së posaçme antikorrupsion, kur kërkoi një takim me prokurorin e çështjes për t'u informuar mbi ecurinë e hetimeve. Ai është një nga familjarët që ndër vite ka trokitur në dyert e të gjithë hallkave të drejtësisë, përfshirë edhe gjykatën europiane të drejtave të njerëzit në Strasburg, e cila e ka cilësuar 21 janarin si krim shtetëror. Në 15 vjetorin e ngjarjeve të 21 janari 2011, ku gjatë një proteste u vran 4 qytetarë në bulevardin Dëshmorë të Kombit, ish kryeministri Sali Berisha mohoi çdo përgjegjësi morale, politike apo ligjore, duke e cilësuar protestën si më të dhunshme në historinë e vendit dhe duke akuzuar drejt për drejt kryeministrin Edi Rama si organizatorin kryesor. Sot u shënua 15 vjetori 21 janarit, një nga ngjarjet më të rënda në historinë e tranzicionit shqiptar. 4 protestues humbën jetën gjatë demonstratës së opozitës përpara kryeministrisë, ndërsa ngjarja vijon të jetë objekt hetimi tashmë edhe nga SPAK. Ndërkohë ish kryeministri Sali Berisha deklaroi se ka dëshmuar në prokurori dhe se protesta ishte e dhunshme e paralajmëruar dhe me agjend politike të ndërtuar mbi sipas tij falsifikimin e një materiali audio-video nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. E gjitha kjo nuk e di e kanë thirrë apo jo, por ka një autor kryesor, një organizator kryesor, dhe ky është Edi Rama. Dhe për djenin tuaj janë jo një, por më shumë se një, deklarata të qeverisë amerikane, por edhe të institucioneve ndërkombëtare, ku kërkohet hetimi plot i kësaj drame, i këtij zhvillimi, nga polici thjesht tek organizatorët kryesor. Pra në zgjidhjen politike më thot mua, ose do kalohet mbi kufoma. Kam shku dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje, e cila ishte protesta më dhunshme në historinë e vendit, e dokumentuar e faktuar, ishte protesta me agjendë politike, siç janë dokumentat ndërkombëtare, ishte protesta e paralajmëruar e Edi Ramës se do të i kalohet kushtetute e tjere me radhë. Ishte protesta e bazuar, e thirrur, mbi bazë e falsifikimit të tmerrshëm, së bashku me Filip Çakullit, të një regjistrimi të bërë nga
drita në prifti, i ndjeri, Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. I solli si mish për top për pushtetin e tij. Ina Rama e hetoi çështjen, po zguxoi kur të thrasë Edi Rama. Hetoi, dënoi sa u dënuan aty për veprime por nuk gjeti asnjë shkak. Ndërkohë, lidhur me hetimet aktuale të SPAK, ish kryeministri mohoi çdo përgjegjësi personale duke deklaruar se ai ishte në detyrë dhe se nuk u largua nga zyra e kryeministrisë gjatë protestës. Unë isha në zyrë, punoja, edhe ato orë unë punoja. Jo, më thanë mu, hajde të evadohë, jo, nuk evadohë, më thash, pse do evadohë? Unë jam zyrë në punë time, më thuj ti mu pak. As dhe një, Edi Rama qëndronte në kullën Karshi dhe priste çastin që të vinte në zyrë time, të mante fjalim pushtuesve poshtë. Pa e së mund të note, kur, nuk e maju. Jo, kështu që, qëtira, po, sigurisht e ngjarja fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Dhe kam insistuar për hetim ndërkombëtar. Cila është, më thuaj ti mu, keqardhje po, ngushëllime po, që atë ditë. Berisha shprehu keqardhje për humbjen e jetëve njerëzore dhe ngushëllime për familjarët e viktimave, por këmbënguli se përgjegjësia sipas tij nuk bie mbi të. Ai akuzoi sërish kryeministrin Rama se po e përdor 21 janarin për qëllime politike në një kohë kur sipas tij dosjet e tij janë nën vëmendjen e institucioneve ndërkombëtare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shpërsuar akuzat ndaj gjyqtares Irena Gjoka duke deklaruar se ajo duhet të ishte prej kohësh në burg, ndërsa, sipas tij, po mbrohet nga drejtësia për shkak të lidhjeve me pushtetin. Njëkohësisht, Berisha reagoi edhe ndaj vendimit të qeverisë për aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes për Gazën, duke theksuar se opozita mbështet çdo nisëm për paqe. Ndërsa qeveria ka miratuar aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes për Gazën dhe kuvendi pritet të mblidhet për ratifikimin e marrëveshjes, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se nuk ka pasur dieni paraprake për këtë vendim. Berisha tha se PD mbështet parimisht përpjekjet për paqe në Gaza, por ngriti dyshime mbi mënyrën dhe urgjencën me të cilën po procedon qeveria. Ne mbështesim plotësisht përpjekjen dhe vlerësojmë lart përpjekjen për paqe në Gaza. Planin për paqe të presidentit Trump. Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po e lidh këtë me protestën e paralajmëruar nga opozita më 24 janar duke theksuar se sipas tij asnjë zhvillim politik apo diplomatik nuk do ta shpëtojë kreun e qeverisë nga ajo që ai e quajti verdikt politik. Asnjë bord, asnjë vizitë, asnjë takim nuk e shpëton nga verdikti i datës 24, sepse ai këtë urgjencë e lidh me protestën. Në datën 24 janar, Tirana dhe Shqipëria do të jetë e tëra në rrugë kundër kryeministrit më të urryer të kohrave pas Enver Hoxha. Në një tjetër deklaratë, Berisha komentoi edhe qëndrimet e kryeministrit për mbylljen e radio-televizionit shqiptar duke i cilësuar ato si përpjekje për përfitime personale dhe pazare politike. Sipas tij, çështja nuk ka të bëjë me censurën, por me interesa ekonomike, duke akuzuar Ramën se synon ta përdor radio-televizionin shqiptar për të favorizuar persona të afërt me pushtetin. Kërkesa e tij për të mbyllur televizorin shqiptar nuk ka diskutim, që është një kërkesë me të cilin kërkon të nxjerr, të vjedh ndonjë gjë dhe të ndaj fitimet me ndonjë mik të tij që don t'ia jap. Nuk mund të them se ka hallin tek censura, masi për kështu ai censurën e ka omniprezente, po thuaj. Nuk dalloi asgjë midis top tunelit dhe ETSH-s. Ka, nuk shoh ndonjë dallim. Ndaj dhe këtu kemi të bëjmë punë pazarësh, që ai është i pangopur. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzat të forta ndaj gjyqtares Irena Gjoka duke e cilësuar atë si një figurë pa integritet moral dhe profesional. Sipas Berishës, Gjoka ka shkelur ligjin dhe për këtë arsye duhet të ishte ndëshkuar prej kohësh nga drejtësia. Ai akuzoi institucionet e drejtësisë se kanë ignoruar faktet dhe dokumentet, ndërsa shtoi se Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk ka kthyer përgjigje brenda afateve ligjore duke vepruar sipas tij në urdhrat e kryeministrit Edi Rama. Berisha foli edhe për lidhje të drejtpërdrejta politike dhe për ndikim të personave pranë kryeministrit në procese gjyqësore duke e cilësuar situatën si një turp për drejtësinë shqiptare. Faktet dhe dokumenta thonë për këtë super delinkuente, e cila ka zero moral ligjor, ka zero integritet profesional, e cila duhet të ishte prej kosh në burg tek për të marrë ndëshkimin e merituar. Sipas ligjit 138/2015, ligji dekriminalizimit, ligji miratuar me 35, fshehja refuzimi për të deklaruar gjykime dënime qoftë dhe jo të formës së prerë nga autoritetet e huaja për çfarë do lloj vepre penale apo mas dëbimi shkakton ndërprerjen e menjëhershme të funksionit të gjyqtarit, si dhe përbën vepër penale që përfshin dënimin me burg.
Qeveria shqiptare ka miratuar pjesëmarrjen e vendit në bordin e paqes për Gazën pas ftesës së presidentit amerikan Donald Trump, duke shfaqur mbështetjen e palëkundur të Shqipërisë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kabineti miratoi vendimin dhe pritet që kuvendi të votojë këtë të njëjtë për ratifikimin përfundimtar. Shqipëria po avancon me shpejtësi për të përfituar statusin e antarit themelor në bordin e paqes për Gazën pas ftesës së presidentit amerikan Donald Trump. Vendimi u mor nga qeveria e kryesuar nga Edi Rama, i cili gjithashtu theksoi se qëndrimin e vendosur të Shqipërisë krah Shteteve të Bashkuara për çdo përpjekje të ndërkombëtarëve për të promovuar paqen. Kabineti qeveritar miratoi adherimin e vendit në këtë bord, ndërkohë që kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet këtë të njëjtë për ratifikimin përfundimtar. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla ka udhëzuar të gjithë deputetët e PS se janë të pranishëm gjatë seancës dhe ka garantuar se votimi do të kryhet me procedurë të përshpejtuar. Qeveria ka theksuar se pjesëmarrja e Shqipërisë nuk do të shoqërohet me asnjë tarifë financiare për të bërë pjesë e bordit, duke hedhur poshtë pretendimet që vendi do duhet të paguante një faturë për $1 miliard. Ky qëndrim ka për qëllim të qetësojë debatet e brendshme, teksa iniciativa e Shtëpisë së Bardhë ka shkaktuar polemika ndërkombëtare. Ndërkohë, qëndrimi i Partisë Demokratike gjatë votimit mbetet ende i paqartë. Nuk është konfirmuar nëse opozita do ta mbështesë apo jo uljen e Shqipërisë si antare themeluese në tryezën e bordit të paqes, të kryesuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Vlora është blinduar këtë të mërkur nga masa të forta sigurie pas mbërritjes së Ivanka Trump, vajzës së presidentit amerikan Donald Trump dhe bashkëshortit të saj Jared Kushner. Vizita e çiftit lidhet me investime strategjike në sektorin e turizmit elitar në jug të Shqipërisë. Në masa të shtuara sigurie dhe prani të konsiderueshme të forcave të policisë, Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj, Jared Kushner, kanë pritur në qytetin bregdetar të Vlorës. Qyteti është vënë në gatishmëri të plotë, ndërsa lëvizjet janë monitoruar rreptësisht për shkak të profilit të lartë të vizitorëve. Jared Kushner ka pritur më herët, rreth orës 10 të paradites, ndërsa më pasi është bashkuar dhe Ivanka Trump. Çifti ka qëndruar në zonën elitare të ujit të ftohtë, në një prej hoteleve luksoze të zonës. Prania e Kushnerit ka ngjallur interes të madh publik dhe institucional, jo vetëm për shkak të rolit të tij politik dhe financiar, por edhe për projektet ambicioze që pritet të prezantohet. Vizita e çiftit Trump-Kushner lidhet drejt për drejt me investimet strategjike në sektorin e turizmit në Shqipëri, me fokus të veçantë Bregdetin e Vlorës. Në qendër të diskutimeve janë projektet për zhvillimin e ishullit të Sazanit dhe zonës së Zvërnecit, dy prej zonave më të lakmuara për investime elitare turistike. Për këto projekte janë ftuar të angazhohen mbi 60 studio arkitekturore, vendase dhe ndërkombëtare, të cilat pritet të paraqesin koncepte zhvillimi me standarde të larta ndërkombëtare. Qëllimi është ndrimi i jugut të Shqipërisë në një destinacion të turizmit luksoz. Detajet e vizitës dhe të projekteve mbahen diskrete për arsye sigurie. Avokatja Adriana Kalaja u paraqit këtë të mërkurë në SPAK, ku depozitoi sipas saj prova të reja lidhur me dënimin penal dhe dobimin nga greqia të gjyqtares së posaçme Irena Gjoka. Kalaja pretendon se këto të dhona janë të fshehura në mënyrë të përsëritur në formularët e deklarimit. Ajo kërkon pezullimin dhe më pas shkarkimin e gjyqtares nga detyra. Avokati Adriana Kalaja u paraqit këtë të mërkurë në ambientin të prokurorisë së posaçme, ku dorëzoi atë që e cilësoi si prova të reja që vërtetojnë dënimin penal për falsifikim dokumentash dhe dëbimin në 2 raste nga greqia të gjyqtares së posaçme Irena Gjoka. Pas depozitimit të dokumenteve, Kalaja doli në një deklaratë për media duke akuzuar gjyqtaren për shkelje të rënda ligjore dhe penale. Është konfirmuar jo vetëm dënimi penal i shtetases Irena me 3 mbiemra në autoritetet greke, jo vetëm që ky dënim i formës prerë ka shkuar për ekzekutim ke prokurori i posaçëm në shtetin grek, por nga ana tjetër kemi konfirmimin se shtetësja Irena me 3 mbiemra, fatkeqësisht gjyqtare në një nga gjykatat më të rëndësishme në vend, nuk ka deklaruar as dhe dobimin 2 herë nga shteti grek, atë të vitit 2002 dhe atë të vitit 2003, dhe siç jeni vënë në dije ju si media, është një prokur ku është e qartë se si vet Irena me 3 mbiemra autorizon një avokat grek që të merret me
heqjen e 2 ekspulseve apo 2 dëbimeve nga shteti grek. Kalaja theksoi se dokumentet autentike të dënimit dhe dëbimit ndodhen dhe pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, ndërsa fshehja e tyre përbën vepër penale të ndëshkueshme nga ligji. Ky është një fakt penal i dënueshëm dhe i ndëshkueshëm, ashtu si kundër kanë qenë dhe rastet precedente, qoftë të gjyqtarit Admir Thanca, qoftë dhe 2 antarëve të Komisionit Pavarur të Apelimit, që janë Luan Daci dhe Ardian Hajdari. Në përfundim, avokatja e kërkoi Këshillit të Lartë Gjyqësor që të ndërmarrë masa të menjëhershme administrative ndaj gjyqtares Irena Gjoka, duke nisur me pezullimin nga detyra dhe duke vijuar me shkarkimin e saj përfundimtar. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur vendimin për vrasjen e ish-politit Santiago Malco, duke dënuar Leonard Dukën dhe antarët e grupit të tij me gjithsej 130 vite burg. Vëllai i Dukës shpallet i pafajshëm, ndërsa disa të tjerë janë dënuar në mungesë. Ish-polici Santiago Malco, i njohur si krau i djathtë i Ervis Martinajt, humbi jetën në 27 gusht 2019 në rrugën Xhanfise Keko në Tiranë pas një atentati të armatosur me 2 breshëri automatiku, të cilët nuk i lanë asnjë shans për të mbijetuar. Malco ishte një emër i njohur për autoritetet shqiptare dhe dyshohej i përfshirë në disa ngjarje kriminale të rënda. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar me 30 vite burg Leonard Dukën, i vetmi që është arrestuar dhe gjykuar në vend si përgjegjës për vrasjen. Vëllai i tij Erlis Duka shpallet i pafajshëm. Antarët e tjerë të grupit, Fatmir Hyseni, Aleksandr Maxhaku, Oltion Loga dhe Dritan Agaj, janë dënuar me nga 25 vite burg në mungesë. Për të njëjtën ngjarje, më herët ishin dënuar dhe Blendi Teta me 25 vite burg dhe Ilir Selmani me 28 vite burg. Vendimi i gjykatës synon të vërë drejtësi mbi një nga rastet më të njohura të vrasjes të përfshirjes së ish-policëve në ngjarje kriminale, duke vendosur një precedent për ndjekjen penale të krimit të organizuar në vend. Policia e Komisariatit numër 4 finalizoi një hetim 3 mujor mbi trafikun e armëve të zjarrit në Tiranë, duke arrestuar 3 persona me rrezikshmëri të lartë. Gjatë operacionit u sekuestruan 2 kalashnikov, 3 pistoleta dhe municion luftarak. Autorët janë të dënuar më parë për vepra të rënda penale, duke përfshirë drogë, plagosje dhe vrasje. Një hetim 3 mujor i Komisariatit numër 4 në Tiranë për trafikun e armëve të zjarrit u finalizua mbrëmjen e së martës me arrestimin e 3 personave të dyshuar si pjesë e aktivitetit kriminal. Operacioni u zhvillua nga policia dhe forcat speciale, duke evidentuar se autorët kishin precedente të rënda penale dhe rrezikshmëri të lartë. Në prangaran Artur Brahimaj, 63 vjeç, i dënuar më parë për drogë dhe mashtrim, Artur Ushiti, 46 vjeç, i dënuar për plagosje dhe Ilir Zyberi, 55 vjeç, i dënuar për vrasje. Zyberi është pjesë e bandës së Ysberishtit dhe ka qenë i përfshirë në 10 vepra penale, përfshirë dhe vrasje në një shtetasi italian, dënim që e ka kryer. Gjatë operacionit, policia sekuestroi 2 kalashnikov, 3 pistoleta dhe municion luftarak. Armët ishin destinuar për shitje në tregun e palishëm, në zonën e Freskut dhe Tufinës, me çmime që shkonin deri në 800 euro për cop. Armët ishin sjell nga qyteti i Fierit. Një person tjetër u arrestua në Kamës, i dyshuar si pjesë e një tjetër grupi kriminal që merret me trafikun e armëve. Ky operacion tregon përpjekjen e autoriteteve shqiptare për të parandaluar aktivitetet e grupeve kriminale dhe për të garantuar sigurinë publike. Moti u përkeqësua sërish këtë të mërkurë në vend me rënje të ndjeshme të temperaturave dhe rikthimin e rreshjeve të shiut dhe të borës. Veriu dhe Juglindja u përfshin nga rreshje intensive bore, duke sjellë vështirësi në qarkullim, por pa akse të bllokuara. Pas një përmirësimi të përkohshëm, kushtet atmosferike u përkeqësuan sërish gjatë kësaj të mërkure. Temperaturat çnuan në rënje të ndjeshme, ndërsa rreshjet e shiut dhe borës përfshin pjesën më të madhe të territorit të vendit. Në Juglindje, dëbora ka arritur deri në 50 cm, trashësi në zonën e Dardhës, në Korçë, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e automjeteve. Megjithatë, autoritetet bëjnë me dije se deri më tani nuk raportohen për akset bllokuara. Situata paraqitet problematike edhe në qarkun e Dibrës, ku termometri ka shënuar -3 gradë
gradë Celsius. Rreshtet e borës të shoqëruar me ngrica dhe erë të fortë kanë sjellë vështirësi në qarkullimin e mjeteve në rrugët nacionale dhe ato rurale. Aksi Bulqis-Tiranë dhe Bulqis-Peshkopi kalohet me vështirësi, veçanërisht në segmentin Qafa i Buallit Fush-Bulqis. Bora ka zbardhur gjithashtu qytetin e Kukësit, ku problematike paraqiten rrugët Kukës-Peshkopi, Kukës-Qafmali, Krum-Bajramcur, si dhe aksi Kukës-Shtavec. Drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes për shkak të ngricave dhe kushteve të vështira atmosferike. Autoritetet u bën thirrje drejtuesve të automjeteve të pajisen me goma dimërore, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme në zona të prekura nga moti i keq. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në informacionet nga rajoni. Kjo e mërkur shënon 20 vjetorin e ndarjes nga jeta të presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugova. Figura e tij u përkujtua me omazhe dhe mesazhe nderimi nga përfaqësues të lartë të politikës dhe qytetarëve, të cilët vlerësuan rolin e tij vendimtar në rrugën drejt lirisë, pavarësisë dhe ndërtimit të shtetit Kosovës. Në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta Ibrahim Rugova u përkujtua si arkitekti i vizionit politik që bashkoi qytetarët e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci. Në vendin ku ai prehet, homazhet u shndruan në një moment reflektimi për trashëgiminë politike dhe morale të njerëzit që u hoqi Kosovën në një nga periudhat më të vështira të historisë së saj. Gjatë përkujtimit u theksua se kauza e Rugovës mbetet ende e gjatë dhe është jetësuar fal sakrificës së popullit të Kosovës, luftës çlirimtare dhe ndërtimit të aleancave strategjike mes partnerët euro-atlantik. Vizioni i tij për orientimin perëndimor të Kosovës u cilësua si një dritë të rrëfyese dhe sot në përpjekje për një shtet më të fortë dhe të integruar në strukturat euro-atlantike. Politikanët nënvizuan se Ibrahim Rugova nuk derohet vetëm si figurë historike, por edhe si ideal politik që obligohet brezat e sotëm të punojnë për një të ardhme të lirë në institucione të qëndrueshme dhe me dinjitet shtetëror. Ai u vlerësua si një simbol i maturisë, paqes dhe përkushtimit ndaj adheut, një merit e veçantë ju atribua Rugovës për ndërkombëtarizmin e çështjes shqiptare në një kohë kur Kosova ishte pothuajse e panjohur për botën. Përmes angazhimit të tij diplomatik, ai u arrit të deportojë në qendrat kryesore vendimarrëse ndërkombëtare, duke ekspozuar dhunën dhe terrorin e ushtruar nga Serbia ndaj popullsisë shqiptare. Roli i tij në procese kyçe politike përfshir Rambujenë dhe ndërtimin e institucioneve të pasluftës e rendit Ibrahim Rugovën ndër figurat më të rëndësishme të historisë moderne të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka marrë një ftesë zyrtare nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për ta përfaqësuar Kosovën në bordin e paqes për Gazën. Kosova pritet të jetë pjesë e këtij bordi si anëtare themeluese. Lajmi është bërë publik nga vetë Osmani përmes një postimi në rrjetet sociale. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka bërtoditur se ka marrë një ftesë personale nga presidenti amerikan Donald Trump për të përfaqësuar Republikën e Kosovës në bordin e paqes për Gazën si anëtare themeluese. Në një postim në Facebook, Osmani e cilësoi ftesën si një nder të veçantë dhe një ndëshmi të partneritetit të fortë mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jam thellësisht e nderuar nga ftesa personale e presidentit Trump për të përfaqësuar Republikën e Kosovës në bordin e paqes si anëtare themeluese krah për krah SBA-s në misionin për një botë më të sigurt. Leadershipi i guximshëm nuk flet thjesht për paqe, ai e ndërton atë. Pikërisht këtë po e bën presidenti Trump nëpërmjet kësaj iniciative historike. Ashtu si Amerika që solli paqen në Kosovë, sot Kosova qëndron si aleat i palëkundur i saj për të çuar paqen më tej. Historia i mban mend ato që bëjnë hapa të guximshëm në ndërtimin e paqes dhe ne jemi gati. Osmani ka publikuar gjithashtu ftesën zyrtare drejtuar Kosovës ku presidenti Trump e fton vendin të bëhet pjesë e bordit të paqes si shtet antar themelues. Ajo ka postuar edhe ftesën e Trumpit që i ka bërë Kosovës për të marrë pjesë në këtë bord. Si kryetari i bordit, ftoi zyrtarisht Republikën e Kosovës për të përfaqësuar nga ju, të na bashkohej si shtet antar themelues dhe të bëhet palë në kartën e bordit të paqes. Ky bord do të jetë aq i veçantë sa kurrë më parë nuk ka ekzistuar diçka ngjashme me të. Çdo shtet antar mund të caktojë një përfaqësues të autorizuar në emër të tij për të marrë pjesë dhe kontribuar në takime. Me kënaqësi pres të punojmë bashkë edhe për shumë gjatë në të ardhmen drejt qëllimit të vendosjes së përhershme të paqes botërore, mirëqenies dhe madhështisë për të gjithë. Më herët ftesë për pjesëmarrje në këtë bord ka marrë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Iniciativa e bordit të paqes ka tërhequr interesin e liderëve nga 10 vende të botës, duke u konsideruar si një platformë e re ndërkombëtare për adresimin e konflikteve dhe promovimin e paqes.
Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 22 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot të lagësh me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga shira të her pas hershme në ulësirën perëndimore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me reshje në zonat lindore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 22 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 22 janar do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 9 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 7 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj 6 deri në 11 gradë Celsius. Elbasan 6 deri në 10 gradë Celsius. Berat 7 deri në 12 gradë Celsius. Korç -2 deri në 4 gradë Celsius. Vlorë 8 deri në 12 gradë Celsius. Gjirokastër 5 deri në 11 gradë Celsius. Sarand 9 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 22 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të ftohta dhe të paqëndrueshme me mot kryesisht me vranësira. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira, ndërsa pasditja vijon me intervale pa reshje në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 22 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 22 janar do të jetë rreth orës 6:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 7 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 6 gradë Celsius. Pej 1 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 7 gradë Celsius. Malishev -2 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 5 gradë Celsius. Suharek -1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 6 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.